sa është maksimumi ose minimumi i viteve që merr Gjykata Supreme me trajtu një rast të tillë. Çështjet pronësore kanë kozgjate kogja shumë nëpër gjykata, po mesatare dikon 5 vite. Pra shumë më rëndësi është mungesa e komunikimit, përkatësisht problemet me komunikim me Serbinë, sepse dihet pra është shkput raporti me ta dhe komunikimi pra është i pamundur dhe realisht këto raste nuk munden më trajtu në gjykatë, jo për fajin e gjykatës, por për shkak të mungesave procedurale, sepse ligji kërkon e përcakton edhe mënyrën se si komunikohet me palën procedurë, në rast se ka ndonjë pengesë, atëherë nuk mundet gjyqtari me vazhdu me procesin dhe i bie që duhet me ndërprej ose me pushu gjykimin. Çështja tjetër është mungesa e dhënave kadastrale, është kogja pra kemi shumë konteste pronësore që provë vendimtare për me vërtetu një fakt shumë të rëndësishëm në një çështje është dhënat kadastrale. Dhe dihet që gjatë luftës ato janë marrë dhe nuk është që janë kthyer në mënyrë zyrtarisht që me pas mundësi edhe gjykatat me përdor. Pra kur mungohet historiati i pronës, është problem pastaj u vendos nga gjyqtari dhe rrjedhimisht i bën që të ketë edhe vonesa pra në këtë aspekt.